Tani jemi pranë jush me historinë e radhës. Me një histori që do të na bën që të reflektojmë shumë në jetën tonë. Ne shpesh mendojmë që kur bëhemi pjesë e rasteve të këtilla, siç ky rasti që do dëgjoni, themi që nuk do të kuptohet e vërteta dhe mendojmë që e kemi mbytur në shpirtin tonë. Por realisht, kjo e vërtet është tepër e dhimbshme. E dashurova motrën time pa e ditur. Ky është rrëfimi që vjen nga një shqiptar i cili jeton në Zvicër. Unë quhem Arben, jam 32 vjeç dhe jetoj në Zvicër që prej moshës së 10 vjeçare. Historia ime është shumë, apo më shumë se e dhimbshme. Është një mallkim që nuk e haroj dot as edhe sot. U linda në një qytet të vogël, në një familje që në pamje të parë dukej krejt normale. Por baba im kishte qenë gjithmonë një njeri i mbyllur e me shumë sekrete. Nëna ime ndëroi jetë kur unë isha vetëm 6 muajsh. Të paktën kështu më kishin thënë. Kjo ishte vetmja gjë që unë e dija për të në thelb. Rruga ime e jetës nisi me boshllëqe, me pyetje, pa përgjigje dhe me një baba që nuk fliste kur për të kaluarën e tij. Kur isha vetëm 10 vjeç, babai më mori dhe u shpërngulëm në Zvicër. Atje nisi jeta e re, me shkollë, me gjuhë të huaj, me ftohtësinë e një vendi të panjohur. U rita me ndjenjën se diçka më mungonte, por se dija se çfarë. Babai shpesh mbyllej në dhomë, pinte dhe shpërthente në lot. Unë mendoja se ishte nga malli për nënën, por jo. Kaluan vitet, u bëra një djalë i qetë, punëtor, i përkushtuar. Punova në një kompani ndërtimi dhe me kohë u ngrita në pozicion. Aty njoha Ersën, një vajzë që më la pa frymë që në takimin e parë. Ishte e sjellshme, e qetë, por në sytë e saj ndjehej një trishtim i pashpjegueshëm. Njësoj si ai që më shoqëronte mua gjatë gjithë jetës time. Në fillim ishim kolegë, pastaj ishim miq. Çdo ditë që kaloja pranë saj, ndjeja një lidhje që nuk e kisha ndjerë kur më parë. Nuk e di se si ndodhi, por pas disa muajsh ne u dashuruam. Gjithçka ndodhi krejt natyrshëm, sikur Zoti na kishte caktuar në këtë botë për njëri tjetrin. U bëm të pandar. Kalonim fundjavat bashk. Flisnim për jetën, për fëmijërinë tonë. Ajo më tregonte se ishte rritur nga njerëka dhe babai i saj kishte qenë gjithmonë i ftohtë, madje dhe i frikshëm. Kishte lindur në Shqipëri, por ishte sjellë në Zvicër në moshën e 10 vjeçare
të njëjtën moshë si unë. Në atë moment më kaloi një ndjesie e çuditshme në trup, por e lash pas dore. Ishte thjesht rastësi, mendova. Një mbrëmje, vendosa ta prezantoj Esrën me babain tim. Ishte një darkë e zakonshme, por që u kthye në ferë. Sa e pa, babai u zverdh. Sytë e tij u hapën dhe filloi që të dridhej. Unë mendova se po i ndodhte diçka shëndetësore, por jo, ishte tronditje. Ai s'foli gjatë gjithë darkës. Vetëm shikonte Esrën me një vështrim që se kisha parë kur më parë. Pasi ajo iku, më kapi fort për krahu edhe më tha me zë të dridhur: Arben, më fal, por ajo vajzë, ajo nuk është për ty. Duhet ta lësh më një herë. U rebelova, i thash se dashuroja, se s'kishte forcë në botë që të më ndante nga ajo. Dhe atëherë babai shpërtheu në britma edhe në lot. Ajo është motra jote, Arben. Është vajza që e lash në Shqipëri, me nënën tënde të dytë. E kam fshehur gjithë këtë jetë. Ajo është e imja, po aq sa je ti. Ndjeva sikur më ra bota mbi kokë. Fjalët e tij më pren frymën. Mendoja se ishte ndonjë lojë e smur. I kërkova prova. Ai më solli letra të vjetra, certifikata, foto të nënës sime të vërtetë. Dhe një foto të Esrës si foshnjë në krahët të saj. Por, ishte ajo. Aty më ra telefonin nga dora, u përplasa në tokë dhe qava si fëmijë. Zemra më rihte aq fort sa ndjeva sikur po më ndalej fryma. Kishim kaluar net bashk, kishim darë dashuri, ëndra, trupat tan. Dhe ajo ishte motra ime. Esrës nuk i thash më një herë, por babai nuk mund ta mbante më sekretin. Ai tregoi gjithçka. Ajo u shtuk, më bllokoi kudo, s'u paraqit më në punë, s'u kthye më në qytet. Kaluan muaj, por unë beta një hije njeriu. Ndërsa babai nga turpi dhe fajësia u mbyll në vetvete. Vetëm një javë më pas, e gjeta të vdekur në dhomën e tij me një letër mbi tavolinë. Në letër shkruante: Më falni të dy. Kam vrarë dy jetë me një mëkat të heshtur. Sekreti im s'duhej të kishte dalë kurrë. Të doja të ishit njohur si vlla e motër e jo si dashnor. Faleminderit që më lejuat ta shoh dashurinë që s'mund ta jetoja dot unë. Prej asaj dite jeta ime s'ka më kuptim. Nuk rri dot në Zvicër, por as nuk mund të kthehem në vendin tim. Çdo natë shoh në ëndër Esrën, me sytë e saj të mbushur me lot, duke më pyetur pse Arben. Se di kush më mallkoi, por një gjë e di me siguri. Dashuria më e pastër që kam ndjerë në jetë ishte mëkati më i madh që ekziston.